Bashkia Shkodër zhvilloi ceremoninë e shpërndarjes së kartës së studentit, një nisëm që synon të krijojë më shumë mundësi, mbështetje dhe perspektivë për studentët që studiojnë dhe jetojnë në Shkodër. Në këtë fazë të parë u shpërndan 520 karta për studentët e Universitetit Luiq Gurakuqi. Kryetari i bashkisë, Benet Beci, theksoi se kjo kartë nuk është thjesht një dokument identifikimi, por një platformë moderne digjitale. Në vetvete nuk është thjesht një drejtë që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë bashkisë. Dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjt. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillojnë dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre. Ndërkohë rektori i Universitetit të Shkodrës, Tonin Gjuraj, u shpreh se ky është një premtim i mbajtur për studentët dhe për universitetin. Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Kështu që ky është një premtim i mbajtur. Vetë studentët shprehen se kjo është një nisëm e shumë pritur, e cila do të ndikojë drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme dhe në lehtësimin e kostove studentore. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa të sjellin sa më shumë studentë në Shkodër dhe një klimë sa më të mirë për tonë ne që me vazhdu dhe me jetu në vendin tonë. Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashme. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që na kujton këtë gjë ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Përmes kësaj platforme, studentët do të kenë kartën e tyre digjitale në telefon me QR kod personal për verifikim, si dhe akses në zbritje dhe përfitime në transport, shërbime shëndetësore, farmaci, bare, restorante, librari, kurse profesionale, teknologji, aktivitete kulturore sportive dhe shumë shërbime të tjera lokale.